punimet në rrugën Ajvali-Prishtinë. Qenë duke vazhdu, këtu po ndërtohet një urë. Kjo rrugë ka qenë me 2 korsi, tash e kishin bo me 3 korsi. Do e shohim pamjen e re. Pasi këndej s'mund kalojnë shkaku që ura po ndërtohet. Mirë po, pa ndërtu rregullu një rreth aty te Hotel Gorenja. Prap kjo rrugë është problematike, shkaku që bëhet shumë kolon. Kjo pjesë anën e djathtë që shihet në të ardhmen do e shihni ndërtesa të gjitha. Pasi është në plan për ndërtim të lartë. Ja, këtu duhet tash një rrotullim. Por ndryshe kolona do bëhet prapë. Këtu që bëhet tash e shtunë sot, po ditëve tjera të merë. Gjithaj flamur të kish qenë kuqezis, po.